Sikudo në të gjithë botën, edhe në Durrës, besimtarët musliman festojnë të premten Kurban Bayramin, festën më të madhe të besimit islam, që simbolizon dashurinë dhe devotshmërinë e njeriut ndaj Zotit. Që në orët e para të mëngjesit, besimtarët musliman ju drejtuan xhamisë së madhe në qendër të qytetit, ku u krye dhe falja e kësaj dite të shenjtë. Edhe në objekte të tjera të kultit islam në qytet u krye rituali i faljes së madhe. Imami i xhamisë së madhe në Durrës, Ervin Qylafku, përcolli urimet e kësaj feste. Një ngjarje të cila ne marrim shembull dhe mundohemi që të ecim në hapat e një nga njerëzve më të mëdhenj që ka parë historia e njerëzimit, përndryshe siç thuhet në teologjinë islame, babai e profetëve, Ibrahimin a.s. miku i Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili u sprovua në jetën e tij. Pas ritualeve fetare, u përcollën mesazhe urimi dhe u vu theksi tek rëndësia shpirtërore e kësaj dite, duke ftuar besimtarët që të largojnë mendimet, veset e këqija, padrejtësitë ndaj të tjerëve dhe mosmarrveshjet ndërmjet njerëzve. Një mesazh i veçantë kësaj dite i kushtohet njerëzve që janë në varfëri dhe në pamundësi ekonomike për të festuar. Një pjesë e mishit që bëhet sot kurban ndahet për familjet në nevojë.